Këtë gocën e ka kapankti, unë nuk po dëgjojnë. Ua, po më ndosëm ka kapankti. Po pse merr frymë ashtu? Dhe sepse është rregull e frymare, ndoshta kam nga cigareja. Nuk është se e bëra tani, e bëj gjithkohës. E dita. Tahrim, you look like a G driving that car. What car do you drive, Tahrim? Tahrim, qa makine ngjet? Në moke? No, po flas me supportueset e Gucci. Me skuad Gucci. Okay. No, lart qoftë e dita se është që Thonë që Lea po merr frymë nga emocionet që më ka mua përballë. Ja, me. Lea është Atë emocione. korridoria. Sa bukur e ke korridorin, ndale? Është voma apo korridori jo? Qa the? A më dëgjon mirë apo Është s'dëgjon? korridori, po është korridori. Can you hear me? Po. A më dëgjoni mirë? Po dëgjohesh mëre. S'po dëgjoj mirë. Luna thënë. Tani më dëgjoni më mirë? Po kjo lulja është në filter? Pse e bën këtë? Se kam qef. Po pse s'me një trandafile edhe këtu të veshin nga bache? Se s'më pëlqen, se ai thatë, kurse ku nuk thatë. Po e ndron ditë për ditë çdo live. S'kam se bete, ku kam e në thjesht. Isha gocë unë dhe e kisha vën këtu, dhe ndroja ditë për ditë trandafil. S'ka që më pëlqen kë. Isha më authentic. Më pëlqen kë. Bëj një kështu para ekranit, lëviz? Lëviz. Bëj? Thuar. Ai dita jetë. Në i që tjetër, kishe, qa do tjetër? Ishtë thot, korridori, lulja, që problemi ke? Korridori ishte kompliment, më vërtet. Po lulja që ishte? Nuk e dija ke A dëgjuar. gjes? No. Pse? Është jeta jote, që ankesë kam unë në jetën tënde. Po jo, po se, va bërë gjia këtë vrejtë. Ja ke dëgjuar, unë kam sa vite që kam ndryshuar në anë të rrugës, në drejtimin e shkollës që ndjek. Edhe kam filluar të ndjek një shkollë, ndjek rrugën në anë të jetës, ndjek rrugën e muslimanizmit. Okej. Profeti jonë, që ndjekim në hapat e tia, ka qenë Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Edhe ai ka thënë që diçka që bie kënaqësi në një shtëpi në njerëz është çatia të larta edhe hapësirë në shtëpi. Edhe ka qenë shumë i vuajtur, ka qenë njëri shumë i thjeshtë. Po mos më ndjek edhe në fjalë që them, dhe njëherë është më mirë ta lexosh vetë e ta studiosh. Okej. Edhe plus kam qenë njëri që ka qenë shumë, kam pat voma të vogla, do me thënë çatia kaq, ku i hapja duart kështu, e prekja murin, nuk kisha hapësirë të hapja krahun tjetër. Më kupton? Edhe më pëlqen kur shikoj korridorat larta, prandaj ta bash kompliment, nuk i kisha kështu. Është diçka më pëlqen. Po tani ku jeton ti pëlqen? Unë jam në Shqipëri për momentin. Më
duket se lejohem në Itali. Momenti që të thonë lejohem në Itali, dhe vitim në Itali. Dhe ishtë drejt e Ela. Jo, nuk e kam problem. Ellen është dikush që e takoj, e pi kafe me Ellen, sepse mund të mësoj nga Ellen. Duket si njëri që ka parë botë me sy. Edhe shumë njerëz mund të mësojnë nga këta njerëz. Okej. Ti Ke shumë si kohë? ja kalove sot? Si ja kalove sot? Ja kalove mirë. Mirë, po shumë mirë, festova Bajramin me të shtëpisë. E feston Bajramin, edhe unë. Po, agjërova gjithë muajin dhe festova Bajramin. Unë henga Bajramin vetëm me gjysha. Shumë mirë, ta kesh në jetë. Më gjojti me grush gjysha. Akoma tip dashuri, in a way of love. Okej, dhe unë drejt me gjyshin festova. But to me it was like someone gave me, si ta thënë, qa është diçka që të bënd të kënaqur në TikTok. Imagjinoj të nisi njëri 20 Luana. Okej. Për mua ishte sikur më dha dikush 100 Luana, që më gjyeti me grush. Më gjyeti me grush në krah. Ishte diçka që kam ndëruar, ishte si xheneti im. Se shumë sheke. Yeah. Aty e ndjeva Bajramin në vërtet. Po që Bajrami bie mrekullia. Po ti, qa bërë? Gatove? Po, Qa gatove? mish, me që thoni, mish me langë themi në nga Elbasani, nuk e di se si i thoni joni. Me leng. Leng patateve me mish? No, është thjesht gjellë me mish, po ne i themi mish me langë. Gjau me mish. Jani? E nuk e di se si i thoni, unë nga Elbasani kështu i themi. Jani? Ne se... Jo, pache ashtu. Jani më duket. Jani e thrash. Ti, okej, diçka e tillë. Më saktë gatoj gjyshu unë thjesht ndihmova se ai nuk më neshet gatoj vetë. Po më nis kërkes dikush e ka emri Weste. Ishte dikush. Dhe një. Pisa. Okej, japim lojën, mos më nisin kërkesa. Okej, nuk e di që është ashtu. Po ti gatove sot? Po. A di të gatuash ti? Kam që fëmi që jetoj vetëm. Okej. E di sa kuzhinieri paparja, specialiteti im është pasta pene me prawns, me karkalesa gërë. Shumë mirë. Vetëm mendimi asaj më çon të hap ballafkume. Po dhe hash? Ballafkume. Ku i ke marrë ballakumet? Jam furnizuar, shikoj sa kam. Ballakumet e të mira bën Elbasan. Po, janë nga Elbasani. Okej. Ti vjen pak si ballakume Elbasani. Duket si kur je luksi. Si? Duket si kur je mësuar me një standard luksi. Them drejtën, jo se jam shumë me standard luksi, thjesht ato që kam dash mjeti kam arrit deri me shoqër sotit. Edhe kështu mundohemi çdo ditë më lart. Nuk është diçka që nuk është haram të kesh gjëra të mira në jetë. Unë gjithmonë sunoj për më shumë, asnjëherë nuk do të rrim vend ose të kem diçka të vogël, ndërkohë që mund të kem diçka më të madhe, kupton? Punon? Për momentin TikTok, deri nga qershori. Se isha në shkollë, isha në universitet. Ama bele jetë. What's the repetition spam? What's spam? Snowflake. I fligjë.
Faleminderit Cassandra. Na tash kanë njerëzit bashkë. Ka vajt audienca 5 mineta. Që pse? Nuk e di. Okej, rate 4.000. 5.000 prap. Wow. I think they like me and you together. I think they want us to carry on talking. Që e ke funit? I think the people like me and you being live together. They want us to carry on talking. I've got 5K people watching. Okay. Do you want to stay? Or should we go? Jo s'ka gjë rrim. Now it's Muhabet gone, nuk bëjmë, se nuk e kuptoj për që duhet ngrihet audienca ka i shumë kur thjesht është një muhabet normal. it's gone to 5,700. Fol shqip se masara ma të anglisht, se I lafe marrë vesh, 2 lafe si marrë. Po ti më dan flisi anglisht me atë amerikanin, që ne me mu... Po se unë e kuptoj anglishtën, po thjesht përshëndetem, edhe pak, jo shumë, perfekt, e kuptoj. It's gone to 5,700 people. 5.700 veta. Mirë. You understand me? I understand you. You getting me now? Yes.